a ditë ku në kam do të rrihet 50.000 vite. Në kam 50.000 vite. Një ditë e Allahu Gjelle Gjelaluhu 1.000 vetë tona. Një ditë e Allahu 1.000 vetë tona. 50.000 vite me qësi dita do të rrihet në kam. Të vënë e reni. Në varët çfarë je, në varët të lës grupi të akon. Pra, vazhdo në ajeti thot kështu. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minha shay. Ajet trishtues për njerëzit që kanë mend. Do të vish ti on i burri nderuar. Do të vish ti o i gruaja e nderuar. Që ki jetun këtë botë disa vita, 50-60. Ke hecë në popull me fesat. Ke bajt fjallën prej njënit tërë të qitri. Ke marrë njerëzit në përgoj. E ke hangër pasurin e huj. Ke hecë o i motra e me vdesh. Ke mendu se je moderne. Ke mendu se s'ka vdekje për tije. Ti ke mendu se nuk ka vërë faktikisht. Ti ke mendu se gjithmon jeton në bikini. Nuk jeton në bikini gjithmon. Nuk hecët përveç se Allahu që shka urnu. Oj gruja ndërua. Ke me dalë ditën e kiametit e ngarkuar me gjuna për të punëve që ka i ke bo. Nuk i ki konsideru se shka pëndohë me ti në dunjo. Ke kujtu se kjo botë s'kaj. Ditën e gjikimit ashtë një vend dhe ka e një ura mbi gjahennëm. Me 1000 vite ki me hes mbi urën mbi te. Po çfarë ure kanë thonë ulemat? E kanë prezentu ulemat kështu pas kanë thonë. Me hosë e kimja kres, me më prafë se shpata, me më zetë se zjarmi. Kjo gjemat sa shë vërtet. Kjo sa shë vërtet. Këtu s'ka për një me kur gjo për vetë se dishka pak. Që ajo dishka pak është. Me hosë se shpata, me më prafë se shpata, me hosë e kimja kres, me më zetë se zjari, për që ato shka punë për qasi ure i kanë pas. Ama jo për muslimonin o burra. Jo për Ramazangjien. Për Ramazangjien edhe për muslimonin është autostrat. Që shpo me ndoni ju? Kejt njerëzit një pas punë së veç a veç. Do mu qunë si firë. E me ba ibadet. E me ba namaz. Me ba nafile. Me linu Ramazanin. Me ba namazin. Me ba haqin. Me fol drejt. Me shku në luft. Me dhonë sadat. Me dhonë zeqat. Me dhonë fitër. Edhe barabar me atë dhe pësëzin shka si kanë marrë vesh për të punë edhe i këni edhe ati pësa kimja krajasa ku ka kështu